Ministria e Financave në bashkëpunim me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Agjencinë Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Zhvillim përmbylli fazën e parë të implementimit të reformës së taksës së pasurisë, pjesë e projektit Pro Tax Albania. Ministri i Financave Petrit Malaj në fjalën e mbajtur theksoi se reforma është një hap i rëndësishëm drejt krijimit të një sistemi të drejtë, transparent dhe efikas të taksimit të pasurisë bazuar në standardet europiane. Rrugtimi drejt reformimit të plot nuk ka përfunduar ende. E themi këtë sepse është e nevojshme që të theksoj se taksa mbi pronën duhet të jetë taksa më kontributive dhe më e rëndësishme për njësitë e veçqeverisjes vendore. Garantimi i mbledhjes së saj nuk mund të konsiderohet thjesht si një burim i të ardhurave për buxhetin e bashkive, por duhet të përkthehet në më shumë shërbime për qytetarët, në më shumë investime publike, të cilat nga ana tjetër përkthehen edhe në një mirëqenie për komunitetet ku ju veproni. Gjithashtu nga ana tjetër, kjo taks do t'i garantoj bashkive një pavarësi financiare. Kjo reform nuk mund të materializohet pa angazhimin tuaj maksimal. Do t'jeni ju që do ta mblidhni këtë taks dhe do t'jeni po ju të cilët do të vendosni prioritetet tuaja, qoftë për investimet që do të realizoni, qoftë për shërbimet që do të ofroni në dobi të komuniteteve. Ne si Ministri të Financash angazhohemi që do të vijojmë t'ju mbështesim, siç kemi bërë deri më tani, nëpërmjet trajnimeve të vazhdueshme, në mënyrë që jo vetëm të kuptoni drejt këtë reformë, por edhe ta zbatoni drejt atë. Duke marrë edhe në konsiderat këtë, qeveria shqiptare e ka vendosur këtë reformë si shtyllë kryesore edhe për disa strategji të tjera që ne jemi duke implementuar paralelisht, siç është decentralizimi, apo menaxhimi i financave publike, apo dhe implementimi i strategjisë afatmesme të ardhurave. Mëtej Malaj vuri theksin në rëndësinë e krijimit të kadastres fiskale dhe përfundimit të hartimit projektligjit të ri për taksën e pasurisë, që shumë shpejt do t'i dërgohet Këshillit të Ministrave për miratim. Hapat që pritet të ndjeki mëtej janë që brenda vitit 2026 të gjitha bashkitë do të jenë të integruara në sistemin e kadastrës fiskale. Ky është edhe parakushti thelbësor për çdo hap të mëtejshëm. Në vitin 2027 do të bëjmë dhe do të kryejmë në fakt procesin kombëtar të vlerësimit të pronave, e ndërsa vitit 2026 dhe 2027 do të shërbejnë edhe si periudhë tranzitore deri në aplikimin e ri të ligjit, i cili hyn në fuqi në vitin 2028. Mëtej në vitin 2030 do të nisë edhe zbatimi i taksës mbi tokën apo truallin, dhe kjo do të jetë edhe finalizimi i reformës në taksën e pasurisë. Objektivi i qeverisë është rritet mbledhja të ardhurave nga kjo taksë me synim për të arritur deri në 1% prodhimit brendshëm bruto deri në vitin 2028. Ambasadori suedez në Shqipëri Niklas Strom deklaroi se Shqipëria ka arritur një moment të rëndësishëm në procesin e reformimit të taksës së pronës, duke ngritur një bazë të fortë për funksionimin e një sistemi modern, të drejtë dhe të qëndrueshëm.